Kosova dhe Shqipëria kanë forcuar marrëdhëniet në fushën e drejtësisë nëpërmjet firmosjes së 3 marrëveshjeve dypalësh për ndihmën në ndërsjellje juridike në çështjet penale, ekstradimin dhe transferimin e personave të dënuar. Në fjalën e tij, ministri i drejtësisë Eduard Halimi tha se këto marrëveshje bëjnë që institucionet të jenë më eficiente në luftën kundër krimit mes dy vendeve. Kjo e sotme është një ditë shumë e veçantë sepse kurorëzohet mbas një pune të gjatë disa vjeçare të bërë nga ekipet e të dy ministrive, duke finalizuar në shkrimin e 3 marrëveshjeve shumë të rëndësishme, kur ne vendosim që krimi të mos ketë streh në asnjë nga vendet. Besoj që tani kemi arritur që sot t'u japim një instrument më të fortë gjyqtarëve dhe prokurorëve tanë, që të punojnë edhe më shumë dhe me ngulm në drejtim të forcimit të sistemeve tona juridike, do të të garancave për qytetarët tonë, po njëkohësisht do të në krimin e asaj që të mos krijohet ndonjë oazë e kriminalëve të qoftë Kosovë, Shqipëri apo dikon tjetër. Nga kjo marrëveshje përfitojnë 33 shtetas kosovar që vuajnë dënimin në Shqipëri dhe 41 shtetas shqiptar që vuajnë dënimin në Kosovë. Nëpërmjet nënshkrimit të këtyre 3 marrëveshjeve, të dy institucionet homologe të drejtësisë kanë shprehur qëndrimin për vijimin e bashkëpunimit gjyqësor në luftën kundër fenomeneve të krimit të organizuar ndërkombëtar.